Jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur gjatë këtij emisioni lidhur me sezonin turistik që sapo ka nisur, le të themi, pikun e tij. Si do të jetë ky sezon? A do të jetë ai më i mbar se një vit më parë? Cilat janë pritshmëritë e operatorëve të fushës? Mbi të gjitha, cilat do të jenë çmimet që do të paguajnë për të kaluar pushimet brenda, por edhe jashtë vendit? Por sigurisht do të ndalemi edhe tek projekti i shumë kundërshtuar dhe i debatuar javës së fundit, që është investimi prej $4 miliardë që do të mendohet ose pritet të realizohet në zonën e Zvërnesit. Por përpara se të fillojmë analizën, le të shohim edhe një herë të dhënat për sa i përket shifrave të sektorit të turizmit. Të dhënat më të fundit për vitin 2025 flasin se numri i turistëve arriti në afro 12 milion turistë apo vizitor të huaj, pra që erdhën në Shqipëri dhe kaluan pushimet, ndërkohë që për sa i përket të ardhurave që ka gjeneruar sektori, rezulton se në vitin që lan pas të paktën të dhënat më të fundit arritën në 5.5 miliard euro të ardhurat që solli sektori i turizmit. Por për të parë këto shifra në raport me atë se çfarë shpenzon mesatarisht një vizitor apo një turist i huaj në vendin tonë, rezulton se shifra arrin në 460 euro mesatarisht janë shpenzimet që bën një turist i huaj në vendin tonë, dhe kjo është një shifër e ulët në raport me vendet e tjera që na rrethojnë, pra qofshin këto dhe vendet e rajonit. Por si mund të thërreqim më shumë turist elitar në vendin tonë për të shpenzuar më shumë? A nevojiten investime për të paraprirë kësaj kategorie turistësh? Do të analizojmë në këtë pjesë të dytë të emisionit dhe i ftuari im është zoti Besnik Vathi nga shoqata e tur operatorëve turistik. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ekozon, zoti Vathi. Përshëndetje, mirë se u gjej. E nisi me një përshkrim të përgjithshëm, le të themi, sa i përket nisjes së sezonit turistik brenda, por edhe për ata shqiptarë që dalin jashtë vendit, sepse ky sezon duket se ka nisur i mbështjellë me një sër paqartësish edhe nga zhvillimet ndërkombëtare. Dëgjojmë kompanitë ajrore që flasin për mungesë karburanti, flasin për çmime të rritura të karburantit, për kosto të shtuara. Domethënë, ju që jeni më pranë, le të themi, edhe drejt për së drejti me këtë industri, si mund ta përkufizoni nisjen e këtij sezoni? Unë do të thoja se pare herë të mos flasim për sezon, por të flasim për vit turistik. Vit turistik. Viti që kemi filluar prej janarit është një vit i mbar për turizmin shqiptar. Është i mbar në tërësi, pasi janë të njëjtët faktor që e kanë sjellë nivelin e zhvillimit të turizmit deri këtu, vazhdojnë të jenë akoma ndihmues për të mbërritur gjithnjë shifra të larta. Pavarësisht se unë kam qenë dhe jam gjithnjë kritik për statistikat, pasi ne përfshim në totalin e vizitorëve të huaj edhe tranzit, për vetë veçorinë që ka Shqipëria, që është vend lehtësisht i tranzitshëm nga veriu në jug apo nga perëndimi në lindje, dhe me një sipërfaqe të vogël bën që ne të kemi mjaft tranzite, të cilët e rrisin në mënyrë shumë të menjëhershme numrin total të vizitorëve të huaj. Artificiale, nëse mund të në mënyrë artificiale. Pra, edhe ajo shifra që ne diskutojmë shpesh, pse është kaq e ulët shpenzimi i turistëve në Shqipëri, ajo pjestohet me numrin e vizitorëve, po në qoftë se, le të themi, gjysma e tyre janë tranzit, ata zduhen llogaritur në atë pjesëtim. Në qoftë se ne do të besonim gjithnjë që shifra e të ardhurave sipas bankës është 5 miliard 5.5, duke e pjesëtuar me shifrën reale, kuptohet që edhe shpenzimi për turizm do të ishte më i lartë. Kjo është e para. Prandaj do të duhej që të ishin shifra dhe statistikat të vëna më në në të vërtetën, në realen e tyre, me qëllim që edhe strategjit, jo vetëm analizat që bëhen, po edhe strategjit që ndërtohen të jenë më realiste, më kuptimplote, dhe pastaj edhe të konceptohet më qartë
ku duhet shkuar, si duhet shkuar, qoftë edhe për politikat e zhvillimit apo të investimeve në fushën e turizmit, ku duhet shkohet, si duhet shkohet. Megjithatë, zoti Vathi, pavarësisht këtij realiteti shifrash që ne i kemi përmendur vit pas viti, kemi bërë dhe analizat të tjera dhe kemi thënë që çdo vit ne na vijnë turist low cost, apo jo? Me çanta në shpinë, që kalojnë tranzit, që rrin pak kohë, që shpenzojnë. Shiko, gjithnjë, nëse ne do të pastronim realisht shifrën totale nga tranzitët, konkluzioni nuk do duhet të ishte që Shqipëria ka turist low cost. Sepse në totalin, së pari herë unë të thash janë tranzitët, që mund të jenë diku ke 4-5 milion. Mos harrojmë që aeroporti i Tiranës është aeroport që i shërben edhe shtetasve të Kosovës, edhe shtetasve të Malit Zi, apo Maqedonisë së Veriut. Dhe shifra e tyre mund të jetë diku ke 3-4 milion, duke llogaritur edhe tranzitet kufitare nga një kufi në kufirin tjetër. Nga ana tjetër, jemi një vend që kemi një emigracion shumë të madh shqiptarësh jashtë, të cilët janë naturalizuar dhe kur vinë në Shqipëri janë me pasaport të huaj dhe normalisht llogaritën si vizitor. A janë turist, pra si turist. A janë turist këta që shpenzojnë? Natyrisht që nuk janë turist, pasi nuk flenë në për hotele, nuk shpenzojnë shumë në për restorante, kanë shtëpitë e tyre në Shqipëri dhe ai shpenzim që bëjnë është shpenzim shumë i ullët në raport me, pra nëse ne nxjerrim një mesatare duke pjestuar, kuptohet që në këtë numër ne na ndikojnë për ulljen e të ardhurave për turistë. Jo vetëm ky kontingjent. Ky kontingjent, edhe kontingjenti i shqiptarëve që jetojnë jashtë, por edhe kontingjenti i tranzitëve. Dhe po të pjestohet, siç thash, edhe po të ketë shifra më të sakta, më të detajuara, ne nuk duhet të ankohemi se kemi turist low cost. Nëse ne shohim që ka turistë që shkojnë, që vinë në Shqipëri, Airbnb, apo me booking, që kuptohet hanë për edhe blenë ushqime në dyqane, të njëjtën gjë kanë edhe vendet e tjera. Kështu e ka dhe Parisi, kështu ka dhe Zvicra, kështu ka dhe edhe Italia. Pra, ne kemi hyrë në atë lloj turizmi që janë edhe vendet e tjera. Por nëse ne do të synojmë të prezantojmë shifra të larta dhe reale, eksakt, pasi këta vizitor kanë hyrë në Shqipëri, por të pastrohet në numrin real të turistëve, atëherë nuk ka pse të ankohemi që ne kemi turistë me kosto të ulët. Janë turistë normal me shpenzime normal? Janë turistë normal, pasi ne kemi të gjitha shtresat, edhe shtresat që lëvizin vetë, por edhe shtresat që vinë me charter apo që ndrojnë në hotele luksoz apo hotele në standardi normal 3, 4, 5 yje. Zoti Vathi, ndalim pak tek një çështje që intereson gjithë turistëve, qofshin ata që na vinë, po edhe ne që dalim jashtë për të bërë pushimet e verës. Si do i kemi çmimet këtë sezon veror? Flas këtu edhe për çmimet e biletave të avionit, por edhe për njësitë akomoduese. Për shkak të zhvillimeve ndërkombëtare në tërësi. Janë disa faktorë që kanë ndërhyrë dhe ndikojnë te çmimet. Ka faktorë që ndikojnë që të rriten, por ka dhe faktorë që ndikojnë që të ulen. Faktori që ndikon shumë për drejt rritjes së çmimeve është karburanti, i cili e çon koston e tij të rritur në të gjithë zinxhirin ushqimor apo shërbimet e tjera. Pasi është pjesë shumë e rëndësishme e vlerës edhe të produktit turistik. Por nga ana tjetër, mos harrojmë që ky faktor ndodhi papritur dhe ndërkohë skedulimet, kontratat janë lidhur. Kompanitë ajrore i kanë parashikuar tashmë fluturime dhe nuk mund t'i ulin. Ato janë në dilemën që të rrisin çmimet për shkak të karburantit, apo për shkak të uljes së kërkesës. Se ka rënë dhe kërkesa, po të kurret kërkesa? Leta pranojmë që është së pari. Pra, për shkak të uljes së kërkesës, të ulin çmimet. Kjo ndodh pasi, siç thamë, lufta
sidomos në muajin mars dhe prill, pati një tendencë, një farë frike totale, globale, për televizor, pasi nuk lëvizej drejt lindjes së mesme, nuk lëvizet drejt përtej, drejt Azis, në ato përmasa që lëvizeshin, çmimet për fluturimet e largta janë rritur, kërkesa bjen, në kushtet kur kërkesa bjen, natyrshëm që kompanitë ajrore do synojnë që t'i mbushin. Prandaj është parë, sidomos në fluturimet low cost, që nuk janë rritur çmimet e fluturimet low cost, sidomos me ardhje apo me largime nga Shqipëria. Sipas efektit, nuk janë sipas efektit të karburantit. Pra, nëse karburanti synon t'i rrisi, vetë efekti i frikës për televizor bëri që çmimet të mbahen në të njëjtin nivel që kanë qenë ose të pësojnë një farë ulje. Zoti Vathi, çfarë sfidash na presin në këtë sezon turistik? Unë po i quaj sezon sepse janë muajt e pikut. Jemi me të njëjtat sfida si një vit më parë? Nëse ne do ta quajmë sezon, po është sezoni i pushimeve në plazh. Sidomos pjesa qershor, korrik gusht, e cila tërheq numrin më të madh të pushuesve të huaj, të turistëve të huaj në Shqipëri. Sfidat që kanë qenë mbeten gjithnjë të njëjta. Së pari për mua është trafiku i rënduar nëpër rrugët e Shqipërisë, që është vështirësuar shumë, ritmet me të cilat janë rritur kërkesat për të vizituar Shqipërinë apo ardhja e të huajve në Shqipëri, me rritjen e infrastrukturës rrugore nuk kanë hecur paralelisht. Ne mbajmë mend për shembull aeroportin e Tiranës që nuk kishte 1 milion pasagjerë, ku shkohej pa rrugën drejt që është hapur. Tashmë është bërë dhe autostrada dhe përsëri hyrja apo u zgjerua autostrada në fillim deri në Kashar, përsëri duket e pamjaftueshme. Pse? Sepse ritmet me të cilët rritet kërkesa për trafik është më e lartë dhe zhvillimet ecen me ritme më të ulët. Ky është një element shumë i rëndësishëm se të dekurajon. E dekurajon. Për shembull, ne mund të themi që kemi aeroportin e vetëm në Europë që s'ka tren, s'ka lëvizje treni. Në një kohë kur treni mund të lehtësonte, apo treni nga Tirana në Durrës do të lehtësonte mjaft lëvizjen e qytetarëve Tiranë-Durrës apo Durrës-Tiranë aeroport, edhe kuptohet që do sillte një lehtësim shumë të madh në trafikun total. E dyta, problemi i dytë gjithnjë mbeten papastërtitë. Jo thjesht papastërtitë në plazhe, por në të gjithë territorin, që është jo vetëm pasojë e një edukate, le të themi, qytetare shumë të keqe që kemi për duhet theksuar, po. Për menaxhimin apo për sjelljen e para, por nga ana tjetër edhe mungesën e organizimit të qeverisjes lokale për menaxhimin e heqjes dhe pastrimit të territorit. Unë e shoh më shumë tek qeverisja lokale, pasi janë ata që e kanë territorin e tyre dhe s'duhet ta lënë të bëhet pis. A janë edhe këto sfida të cilat janë të përvitshme, zoti Vathi, që e bëjnë Shqipërinë të mos jetë një pol konkurrues në mes dhe sikundër e flasim dhe e përflasim çdo vit? Çfarë e pengon për ta patur këtë status? Shiko, sfidat është gjithnjë kjo kontradikta që ne na tërheq zhvillimi dhe i shohim problemet mbasi mbasi marrin vendimet për zhvillim. Pra, ne kemi numër më të madh turistësh, vizitorësh, tranzit, por nuk na është rritur, dyfishuar trafiku, komunikacioni, infrastruktura. Pra, ne këto problematika i kemi të shoqëruara pasi nuk i preventojmë, nuk i parashikojmë, nuk i llogarisim që
shiko se do na dali ky problem. Ky problem do sjell këtë problem. Pra ti paraprim problemeve. Ti paraprim problemeve, sepse qoftë edhe një zhvillim, nëse ne, le të themi, nëse një investitor dëshiron të bëjë një hotel me 5 yje, ai që kur fillon dhe mendon projektin, duhet mendoj si ta përgatis stafin, ku do ta gjej stafin, e niveleve të ndryshme në hotelin e tij. Pra, ne duhet qeverisja lokale dhe qendrore duhet t'i parashikojnë dhe t'i paraprin problematikave. Gjë që ka munguar për hir të së vërtetës deri më tani. Për hir të së vërtetës mungojnë dhe ne merremi me zgjidhjen e problemeve dhe jo parandalimin e problemeve. Vërtet. Duke shpresuar që ky sezon të jetë edhe më i mbar, zoti Vathi, ju përmendet faktin që investimet në hotelet me 5 yje, që pikpyetjet që kur vjen një investitor i tillë, ai duhet i nisë të bëjë trajnimin, pra të krijojë gjithë infrastrukturën e nevojshme për të ofruar pikërisht shërbimin e duhur. Gjatë kësaj jave kemi qenë dëshmitar të zhvillimeve të fundit të protestave qytetare që kanë dominuar përgjatë gjithë javës lidhur me një investim në zonën e Zvërnecit. Pikë së pari njerë këtë investim ose këto detaje që kanë dalë, se nuk e di a mund ta quajmë projekt të mirëfillt apo jo, unë nuk është se kam një dieni ose nuk e kam një konfirmim final nëse kemi të bëjmë me një projekt. Si keni parë dhe a jeni pro një zhvillimi të zonës në zonën e Zvërnecit? Shiko, duhet të ndajmë çështjen së pari, nëse do të ketë diskutim që zonë mbrojtur apo zonë ku mund të lejohet zhvillimi i turizmit, kjo është pikë e parë që duhet të ndahet nga diskutimi që mendoj unë. Sepse së pari herë duhet të zgjidhet a do bëhet apo s'do bëhet dhe problemi me pronarët apo pretenduesit e pronës. Këto janë probleme që nuk do doja t'i diskutoja. Problemi është që unë shoh në projekt, apo kur themi projekt, jo projekt zhvillimi, po projekt quhet edhe çdo iniciativë. Kam një projekt, një iniciativë, jo projekt teknik. Po, e kuptoj, po. Projekti parashikon zhvillimin e turizmit. Shqipëria deri më sot për zhvillimin e turizmit ka ndërmarrë disa projekte. Projekti i parë është filluar që me strategjinë e zhvillimit të turizmit këtu e 25 vjet më përpara. U bë një strategji për zhvillimin e turizmit, u morë plazhi i Golemit dhe i Durrësit, u dhanë lejet për fshatra turistik dhe dihet se si është Golemi dhe plazhi i Durrësit, ku është mbushur komplet me rezidenca banimi, me pallate, është kthyer jo një zonë resortesh, por një zonë e mbushur vetëm me qendra banimi, është kthyer në një qytet i zhvilluar që ka dhe plazhin afër. Pra, modelet e tjera ne i kemi parë edhe në zonën e jugut, Green Palace, për shembull, që vetëm një hotel 10 apo 15% të territorit të dhënë për zhvillim turizmi. Nëse ky projekt do jetë njësoj, për mua, unë nuk jam me këtë projekt. Personalisht do ta kundërshtoja. Nëse do të ishte për zhvillimin e turizmit, do të duhet të jepen saktë dhe qartë. Për të ketë më shumë transparencë. Do ndërtohen. Sepse unë shikoj llogaritjet që bëhen ose emrat që jepen. Për shembull, për gjithë ishullin e Sazanit jepet një emër që do ketë një hotel super luksoz, Aman. Aman Hotels janë vërtet realisht tepër luksoz, një brand prestigjos, po. Premium, por nuk ka më shumë se 30-40 dhoma. Dhe nëse ne gjykojmë që gjithë ishulli i Sazanit do ketë një hotel me 40 dhoma dhe pjesa tjetër do jenë rezidenca luksoze për celebrities e tjerë, atëherë këtu nuk është projekt për zhvillimin e turizmit. Dhe unë për vete nuk do të isha dakord me një projekt të tillë. E njëjta gjë duhet thënë edhe për Zvërnecin. Janë dhënë 3 emra. Cheval Blanc, Atlantis, jo, i përmend më shumë, janë emra tepër të mëdhenj. Dhe që t'i ketë Shqipëria këto, do ishte një luks mjaft i madh dhe një arritje shumë e madhe dhe kthimi i Zvërnecit
në një zonë mjaft të famshme në turizmin elitar, që ti kishte. Por nëse kjo zonë prej 10 kilometrash do kishte vetëm këto 3 hotele, 10 kilometra vi bregdetare, me gjitha të hapësirë, me gjitha të duke llogaritur vetëm 3 hotele të cilët maksimumi mund të kenë maksimumi 1000 dhoma, që maksimumi mund të punësojnë, le të themi, me koeficientin më të lartë dhomë me punonjës, rreth 4000 punonjës vetëm në këtë zonë, mua më duket shpërdorim i territorit, pasi pjesa tjetër do mbushej me rezidenca luksoze të shitura. Unë do të kërkoja që të ishin të sakta. Ai territor, ajo vi bregdetare, mban hotele luksoze të atij niveli, mund të mbaj deri në 10.000 apo edhe 15.000 dhoma. 10-15.000 dhoma. Ajo vi bregdetare dhe dhoma të një niveli të hoteleve me premium të atij niveli, sepse nëse do të diskutonin për nivele 4 yje dhe 5 yje, mund të mbante edhe më shumë. Por ai lloj hoteli me këto 10.000, 15.000 dhoma, duke llogaritur 3 punonjës, le të themi, për dhomë, do të shkonte diku ke 45.000 të punësuar vetëm në rrjetin hotelier, pa llogaritur punësimi në zinxhirin tjetër në shërbim të rrjetit hotelier. Zoti Vathi, deri në konkretizimin dhe në qartësimin e projektit final të Zvërnesit, ne a duhet t'i themi jo investimeve të tilla? Unë nuk jam për jo, po unë jam për... sepse, shiko, se gjykohet edhe që kur jepet leja për zhvillimin duke i thënë zhvilluesit si e mendon ti. Unë do të mendoja tjetrën, zhvilluesit nuk i duhet thënë si e mendon ti. Si e mendojmë ne dhe ju ta zbatoni. Si e mendojmë ne, qarë do duhet të kërkojmë ne. Ne duam rezidenca banimi, bëj, shiti, ato 4 miliard do i blenë, madje nuk do vinë kur, po do i blenë shqiptarët dhe do i para blenë që në gropë dhe nuk do vinë do 4 miliard, por do riqarkullojnë parat e atyre të huajve apo shqiptarëve të cilët do blenin këto. Nëse do duaj hotele, ato 4 miliard mund bëheshin 20 miliard të ardhura apo investime, sepse jo thjesht do zhvillohej, por do kthehej në një zonë që do të cilte të ardhura ekonomisë shqiptare çdo vit. Dhe jo vetëm vitin e parë, mbylle dhe ktheje. Shembujt që janë përmendur shpesh në këto diskutime, për shembull është shembulli i Port of Montenegro në Tivat. Realisht ajo kërkesë mund të ketë ardhur fillimisht në Shqipëri dhe e mori Mali i Zi. Unë nuk e quaj ndonjë arritje shumë të madhe për zhvillimin e turizmit në Mal të Zi. Mali i Zi ka arritje shumë më të mëdha, shumë më të mira se sa Port of Montenegro. Është një hotel luksos, Porto Novi, one and only, nga më luksozët në botë. Rrotull ti po ndërtohen hotelet të tjera luksoze. Pra, ndërtimi i rrjetit hotelier luksoz është shumë më i dobishëm se sa shembujt e Porto Novit apo shembujt të tjerë. Megjithatë, edhe një pyetje të fundit, zoti Vathi, investimet të tilla, sigurisht nëse janë korrekte dhe në harmoni edhe me natyrën, për cilën ka dhe disa pikpyetje që e shoqërojnë, a janë forma e duhur se si ne mund të zhvillojmë turizmin elitar drejt cilit duam të shkojmë? Pastaj, siç e përmenda tek hoteli, nuk është kollaj të investosh në turizëm elitar. Ne duhet ta kishim Akademinë e turizmit të gatshme që prodhonte specialist, menaxhimi i hotelesh, nuk po them në nivelet më të ulta, po nivelin e administrimit dhe menaxhimit. Sepse hoteli luksoz kërkon cilësi jashtëzakonisht të lartë, po kërkon dhe edukim profesional mjaft të lartë. Pra duhet filluar gradualisht... Që ne nuk jemi gati ta ofrojmë. Ne nuk jemi gati ta ofrojmë për momentin. Është iniciativë shumë e mirë, shumë e madhe. E para njerë të zgjidhet problemi, do bëhet apo s'do bëhet problem politik si duhet t'i jepet përgjigje ambientalistëve,
nëse do të vendoset që të bëhet duke ruajtur natyrën, merrjet hotelier pa e kthyer në një zonë banimi, unë mendoj se do të ishte zgjidhja më e përshtatshme, më frutdhënëse dhe kthimin e atij rajoni në një zonë të mrekullueshme dhe mjaft të njohur. Emrat që janë përmendur realisht janë emra që mund të kenë nga 2 hotele në botë, po i kanë tepër të përmendur. Për shembull është Atlantis. Atlantis është në Bahamas. Madje ishulli ku është ndërtuar nuk ka emër, po ka emrin e hotelit. Pra janë firma, janë emra të mëdhenj. Janë emra Atlantis. Hoteli tjetër që ka është në Dubai. Ju e keni Palmën, është hoteli në krye, në hyrje të Palmës, i cili përfaqëson gjithë Dubain. Pra, emrat e mëdhenj i mungojnë Shqipërisë dhe ndoshta ky hotel, bashkë me një hotel në Zvërnec, 3 do e bënte Zvërnecin mjaft. Një pol turistik. Pastaj në ana tjetër, mos harrojmë po ndërtohet aeroporti i Vlorës, i cili e ka tepër të nevojshme rritjen e inventarit hotelier që për momentin Vlorës i mungon. Të shpresojmë se si, edhe do presim e dëshojmë se si do t'jetë qasja e qeverisë ndaj gjithë këtij projekti. Unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit dhe prej. Nderuar miq, kemi sërish një shkëputje publicitare, do vijmë të flasim edhe në pjesën e fundit lidhur me projektin dhe zhvillimin e zonës së Zvërnecit, por do të ndalemi me ekspertët e fushës së mjedisit. A mund të zhvillohet kjo zonë apo jo? Apo është një zonë e paprekshme? Vetëm pas pak.